Në një mbrëmje të mbushur me tinguj majgjepës dhe emocione të ralla, arena e amfiteatrit të Durrësit u kthye në një skenë të jashtëzakonshme arti, ku orkestra e Harqeve në Durrës solli për të gjithë dashamirësit një koncert të paharrueshëm në dritën e hyjeve. Koncerti me dirigjent Gridi Kraja dhe soliste Olta Juba mezzo soprano, si dhe Jurgenia Kristiani, soliste në violin, u ndoq me mjaft interes nga artëtarësit e qytetit, por dhe vizitor. Alkita Tragaj, drejtore e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu, në një prononcim për Adrianet Televizion, foli më shumë rreth kësaj ngjarje kulturore. Sot në amfiteatrin e Durrësit, orkestra e Harqeve të Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu do të performoj për të gjithë qytetarët durrësak, por jo vetëm, dhe përpushuesit e kësaj periudhe, disa vepra të kompozitorëve klasik botëror, duke nisur që nga Tchaikovsky, Elgar dhe gjithashtu tek veprat bashkëkohore të Bernsteinit. Por në këtë natë magjike do të kemi edhe disa vepra të kompozitorit të mirënjohur Ylli Ramzoti, ku do të performohen më së miri nga dirigjenti Gridi Kraja, gjithashtu dhe nga dy solistet tona, mezzo soprano Olta Juba dhe Kristel Kristani. Dëgjim të këndshëm. Për Olta Juba, mezzo soprano, emocionet e kësaj nate kanë qenë të mëdha. Në fakt është koncerti i dytë në radhë në 4 koncertet të kalendarit vjetor që kjo orkestër ka. Sonte vjen me një repertor shumë të këndshëm, fiks për këtë ambient në fakt shumë të bukur. Unë sonte gjithashtu do të performoj me një pjesë shqiptare, Kënga Arbëreshet, orkestruar nga profesor Moni Kuriçi, i cili është dhe violoncelist pranë orkestrës son, që gjerasin ta falenderoj për orkestrimin e një pjesë të madhe të repertorit që orkestra luan sonte. Dirigjent Gridi Kraja u shpreh se orkestra ka punuar shumë për këtë koncert. Jemi sonte këtu, kjo mbrëmje është e veçantë sepse jemi në amfiteatër dhe është gjithmonë bukur të jesh këtu, është themi një koncert open air. Kemi një repertor të larmishëm, duke filluar nga muzika filmit, repertori klasik me Tchaikovsky, pjesë shqiptare, kemi nga gjitha llojet, kemi kompozitorin durrësak Ylli Ramzoti, janë shumë pjesë orkestruara nga i nderuar Moni Kuriçi këtu. Dhe programi paraqet vërtet interes edhe publiku, siç duket, po vjen shumë i interesuar dhe do jetë një koncert shumë i bukur. Ju urojmë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Në këtë koncert u luajtë premiera e kompozitorit Ylli Ramazoti e titulluar Valsi Fantazi. Kompozitori Ramazoti thotë se kjo vepër vjen pas një premiere tjetër të suksesshme me orkestrën e radio-televizionit shqiptar. Është një kënaqësi e madhe për mua që sonte orkestra e Harqeve të Aleksandër Mojsiu të Durrësit do të luajë një pjesë premier timen, e cila quhet Vals Fantazi. Kjo vjen mbas shumë veprave të tjera që unë kam shkruajtur për këtë formacion. Formacioni i Harqeve dihet është formacioni më i rëndësishëm i orkestrës madhe simfonike. Njohja mirë e këtij sektori është shumë i rëndësishëm për çdo krijues. Kjo vepër vjen fill, domethënë, pas një suksesi, po them, tjetër me orkestrën e radio-televizionit shqiptar. Tani më 25 prill u lut Rapsodi me motive të Shqipërisë mesme. Edhe ajo ishte premier, sikundër edhe kjo. Veprat të tjera të kësaj gjinie kam shkruajtur humoresk për orkestrën Harqesh, dhe në vitin 2017, po orkestra e radio-televizionit shqiptar luajti një simfoniet për orkestrën Harqesh në triko. Sonte këtë formacion kam kënaqësinë t'ju them që e drejton mjeshtrisht Gridi Kraja. Unë kam edhe bashkëpunime të tjera me këtë dirigjent dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur me mënyrën e trajtimit të kësaj vepre. Shpresojmë që edhe njerëzit kënaqen.